përveç ndihmës shëndetësore që të kanë afruar në fillime, të hapat e parë të sëmundjes së Elonës, po nga ana ekonomike, kishe ndihmë të ndihmonte dikush në familje për të ushqyer, sepse ai kemp që ti që ke është minimalist, ai nuk vetëm pampersit e Elonës. Sa kushtojnë? Sa shpenzime duhen mujore? Si Adilja? Shumë e Dhe vështirë. si Adel? Shumë e vështirë. Unë ato lekët e Elonës të kempit që marr, unë çfarë mundet të bëjmë përpara, të paguaj qirana, paguaj dritata, uja, Elona që do ilaçeta, shtëpia. Dhe mërzia kam dalë, e mërzi po ja dalë akoma. A ke trokitur në dyer për të ndihmuar për ta përmbushur këtë shumë ekonomike që të duhet për të t'ja dalë muajin? Unë në fakt dua ta them, kam shkuar në një shoqja ime se kisha muajin e qiras për të paguar, e kam shkuar dhe më ka ndihmuar shumë, më ka ndihmuar shoqja ime, po ka raste ku kam shkuar në diku tjetër që kam kërkuar ndihmë, ka raste më është mbyllë edhe dera. Dhe jam kthyer në shtëpi, kam qarë, se s'kisha mundësi ku të kërkonja. Kështu më mbështete. Dhe si thanë kur ta mbyllën derën, kur nuk të ndihmuan, çfarë shprehje të Nuk u përdorin? kam, nuk u kam. Dhe unë me ato 400.000 lekë unë çfarë mundet të bëj? Ku të shkoj? Me një fëmijë të smur. Ajo pampers do, ilaçe do, ushqimin e do. Patjetër, do trajtim fizioterapin. Fizioterapin e do. Jo këto se e kam operuar dhe në skoliozë. Ajo skolioza 1 në 6 muaj. Unë e di që Elona ka bërë disa operacione. Ka bërë 23 operacione. 23. Por mendoj nga ato që di për historinë e Elonës që 2 operacionet kanë qenë operacionet më të vështira. 3 në fakt, megjithatë të kokës që bëri të fundmi, që vuri aparatin e tretë për shkak të mos të neglizhimit nga ana e ndihmës mjekësore, por edhe nga ana ekonomike që ti nuk arrite të bësh dot shumën për të shkuar për të bërë operacionin në kohën e duhur. Dhe atëherë problemi u rrit. U rrit dhe koka ju mblodh me ujë, ju bë me qel koka. Dhe u desh të vente një aparat tjetër, po, ka mjekët. Elona 3 operacione, po mos i kishin vënë ato 3 operime, Elona ndronte jetë në kokë. Po nga mos leku që se ke në moment, ato agravon sëmundja, po. Më shumë. Po. Gjithashtu problem ka qenë dhe operacioni i legenit që Elona, unë kam parë vetë ato tortura që Elona ka hequr. Dhe si ka ardhur nga Stambolli, ka ardhur me ambulancë, kemi shkuar me ambulancë, kemi erdhur me ambulancë për shkak sepse paraqitja e saj ishte këmbët të hapura me aparatura, të cilat nuk e lejonin që të hypte në avion. Jo. Nuk e lejonin dhe kishte edhe e të ndaluar avionin Elona se kishte kemkat e hapura, Elona ishte krejt me alçi. A ke trokitur ndonjëherë në dyert e pushtetit për të marrë ndihmën për operacionet e Elonës? Po, kam trokitur dhe nuk më kanë hapur dyert. I kam shkuar me gocën, e binte një shiku kam vajtur, edhe kam trokitur aty dhe më thanë mua jo, ne nuk bëjmë dot asnjë. Po pse? Shpiren më thoshin në spital, po i thosha nuk ma marrin dorëzim gocën. Duhet ta shpje jashtë shtetit, se operimi bëhet jashtë shtetit. Po. Aty nuk më pranuan. Nuk të jepnin ndihmë. Pra Miran, me çfarë motivacioni nuk e morën përsipër Ministria e Shëndetësisë që ka këtë lloj procedure për të ndihmuar rastet që kanë nevojë për operacione të mëdha, qoftë dhe jashtë shtetit. Pse nuk e morën përsipër? Nuk e morën përsipër, më thanë mua nuk bëhet këtu. Mos ndoshta ishte, jo, për të shkuar jashtë e kam qëllimin. Pse nuk e morën? Për jashtë, i thash më hipni një rrugë për gocën, thash se kam shumë të sëmur, goca po rrezikon jetën. Ajo tha jo, tha nuk pranojmë. Po për çfarë i thash, shife si është goca dhe e kisha në karockë, edhe nuk bilemi dhe dyert mi kanë mbyllur. Për atë zot nuk më pranuan fare. Jam drejtuar pastaj, kam ikur duke qarë në shtëpi, po mendonja prap
trokismja në dyert e Tiranës që si të më ndihmonin. Nga ana ekonomike për të bërë shumën për të shkuar jashtë. Për jashtë, që se dushe shumë e madhe për jashtë shtetit. Se ashtu dhimbje të papara kishte goca, se arriti doli një skolioz dhe i iku shtremër goca. Ajo çante, çpinte dhe ndërviste. Po, dhe më kujtohet kur kemi bërë takimet bashkë që ti vajza ishte shumë e rënduar, Elona, dhe rrezikonte frymarrjen dhe rrezikonte dhe mushkëritë ju arritën t'i mbushnin me ujë. Po, dhe fal njerëzve bujar dhe me zemër, arriti të shkojnë në Turqi dhe ta bëj këtë operacion, që ishte edhe ai një operacion shumë i vështirë. Shumë i rëndë, shumë i vështirë, afër 10 orë operacion bëri. Po. 10 orë operacion i bëri 3 operime bëri në kokë dhe 2 legenët. Mira, shpesh herë kemi biseduar bashkë kur ti merrje pjesë në aktivitetet që bëheshin në Tiranë dhe dilje në foto me figura publike, politike. Dhe më thoje vihesh edhe më thoje motër, ja ma ka kërkuar numrin filan politikan, filan drejtor. Dhe më ka thënë ta marr në telefon. Dhe unë kur të pyesja thoja Mira, telefonove? Dhe ti më thoje telefonova dhe nuk më përgjigjet askush. Edhe nuk më janë përgjigjur dhe bilemi mi kanë dhënë dhe numrat dhe unë nuk kam rënë për shkak për Elonin që ta shpinja përsëri në Turqi, kërkonja përsëri ndihmë, mua nuk më përgjigjen. Bënin foto me mua, bënin foto me gocën, do të ndihmojmë. Pra bënin show me vajzën time dhe prapë nuk më ndihmuan. Edhe bilemi ka qenë një rast në qendër, kam dalë, e më tha mua ne manumi se do të ndihmojmë, bën në foto me gocën, pa merak do të vim në shtëpi, edhe nuk më janë gjendur, edhe sot nuk më janë gjendur pranë. Pra e dukshme që inekzistenca e institucioneve shtetërore në shërbim të Elonës është evidente. Dhe po ti si nën, si grua, çfarë përjetimesh ke pasur? Çfarë mendoje në atë kur e veje kokën jashtë për ditën që kishe kaluar? Po si nënë e vetme. Kur nuk ke as të ardhurë, as ndihmë, kesh një fëmijë të smur, jetosh me kushte shumë të vështira, si mund të flesh? Unë a kam fitur një orë, apo s'kam fitur. Unë thjesht me lotë në sy për Elonë. Që sot Elona është 12 vit, po bën 23 operacione dhe akoma s'ka më varuar. Akoma ka operacione tjera? Elona ka akoma operim. Dhe akoma ti përballesh 12 vite, përballesh të trokasësh, të ngresh zërin, të kërkosh. Kërkoj përsëri ndihmë për Elonën, që si ta shikoj gocën të ecë, si shoqet e saj. Ti. Elonën e çon dhe në shkollë? E çoj edhe në shkollë Elonën. Elona është në klasë 6. Elona thjesht vete në shkollë, po ajo nuk shkrua. Thjesht vetëm shikon e dëgjon. Po për të shkruar ja. Unë ri për jashtë në shkolla, në obori, se Elonën e zë dhe një epilepsi. Nuk kam thonë të flasësh për problematikat shëndetësore të Elonës. Shumë, Elona ka shumë probleme, shumë halle. A ke menduar ndonjëherë të dorëzohesh? Jo, kur. Asnjë. Ganje kur them, kur nuk kam ndihmë, kur nuk më mbështet njeri, e them o Zot më ndihmo. Që ta shikoj Elonën, që se dhe për Elonën më ndihem shumë keq, se Elona sa më shikon mua, ajo preket, më shumë preket për mua se për veten e saj që është një gjendje. Ajo është një vajzë shumë e zgjuar, shumë e ndjeshme. Ajo nuk do që unë të kem lot në sy. Ajo thot mami,
I lutem Zotit vetëm të shikoj ty të buzëqeshëm, të mos qash një, por si nën, si nën, mbushet mbushet shpirti dhe do të derdhet, sepse është se kam luftuar vetë, pas një lloj ndihme. Pa, e vetëm si nën nuk u dorëzova një për Elonën, po vetëm po luftoj. Që si Elonën ta shikoj, të lumtur, ta shikoj njërë të vetëm të eci, si shoqet e saj, se kur e qoj në shkollë, ajo luan me shoqet, atë lozin me top, lozin kështu. Elona thotë, unë si kam këndët, s'luaj do. Dhe qosha e vlatin ashtu. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Ka shpesh që dëgjojmë, ose në jetën tonë, fëmijët smuren dhe prindri gjithmonë alarmohet për një temperaturë, për një viroz, për diçka që do kaloj. Po të kesh një fëmijë që sfidat janë të njëpasjeshme dhe jo të vogla, po super të mëdha. Të shikosh fëmin mes dhimbjeve të tmerrshme. Që një rast kur e kam çuar në shkollë, unë kam qenë do bëj një ca dokumente për Elonën, edhe kam çuar Elonën në shkollë. Aty ma zuri epilepsia Elonën, dhe unë isha në zyrat, dhe më merë mësusja në telefon, më thotë, Ermira, të vish urgjentisht se Elona u smur. Të më thuash e ka marrë rrugën e qendrës, deri në shkollë më kem duke qarë. Thash, kush e di që ndodhi gocës, kur vajta unë, goca kishte nxjerrë shkum nga goja, i dritë dora nga epilepsia. Dhe vetëm kur e pash gocën, i thash Elona mirje, ajo vetëm më shifi kështu se ishte në moment që po e dritte epilepsia. Aty pastaj mora gocën e përqafova. Nuk ishte më keq të shohë vlatin. Pra ti je një zemër nëne që jeton çdo ditë, shumë e dhimbje, çdo sekond me dhimbjen, me trishtimin, me të papriturën, me dhimbjen për mbi dhimbje. Shumë bilemi dhe kur fle, unë e ruaj Elonën, se Elonën dhe natën e ze ajo epilepsia në gjumë. Unë gjithkohën nuk o këtë Elonës qëndroj. Them, a do gdhjet mirë, si do jetë tashi, si do jetë një orë, se Elona shpeshe më smuret shumë. Po, sepse edhe imuniteti saj po, edhe imuniteti saj, ajo, nga që s'ka fuqia e ndërsin, shumë e ndëroj shpesher natën. Mira, kur shkon në përzyra për të kërkuar ose për të kryer procedura që duhen për disa çështje të caktuara, siç është për shembull dalja në kemp. Ti besoj del vit për vit në kemp. Po. Që është qesharake, duke parë një vajzë që është në karrocë, se si mund ta nxjerrësh për vit në kemp, unë vetëm. Po, ka qenë një rast që unë kam bërë kempin tim, që e rivinoj vit për vit se Elona nuk e bë. Dhe u kam thënë, ju lutem, mos më sillni me mua se unë bieshi fryner, unë si mund të vi me një fëmijë me karrocë. Juve ma dini rastin e Elonës. Juve s'mund të më sillni mua kështu. As nuk e marrin mundimin, më thonë mua po e ke për detyrë të vish ta bësh kempin. Dhe unë aty ju kam thënë vetë shife me kocë të smur, unë kudo që të shkoj, dash dokumenta, dash pazar, dash kudo që me të shkoj, unë gocën do ta marr me vete. Dhe ato nuk më janë drejtuar tamam si nenë, si që janë dhe ato, si që jam unë nenë e plagosu të më thonë për gocën që mos hajde se e rregullojmë ne, po jo, duhet të vish. Me një zë që e thonë tamam, do të vish se do ta bësh kempin. Po si mund të shkoj unë vit për vit me një fëmijë? Ose me atë, po deshe hajde, po deshe mos hajde. Po. E kanë thënë shpesh edhe rastin e dua ta them dhe do e thaj me gjithë shpirt, unë jetoj me bonus qiraje, dhe ajo bonus qiraje që unë e marrë në vit, unë këtë radhë e bëra bonusin e qiras, e kam bërë aq me dhimbje, sa qanja në derën e bashkisë. 6 muaj e kam paguar vetë. 4 muaj ma dha bonusin e qiras. Të mblidhet Këshilli Bashkiak, për 4 muaj ma dha bonusin e qiras. Dhe bëj dokumenta këtu, bëj atje u kumë, me çup.
të smur, me karrockë në për zyra, në për shkallët, hyp, zbrit, me dhimbje të papara. E tmerrshme. Sot je fuqishme Po për ta nesër, mbajt, po nesër. kush do ma mbaj? Ja sot jam mere, po nesër atë po mendoj. Shpesh të kam parë që smuresh, Mira, dhe më thua motër jam e smur, Shumë. por nuk mundem të Po edhe shërbej vetes. vetes time e kam marruar. E kam marruar veten time vetëm për gocën. A ke kërkuar ndonjëherë në bashkim mbështetje sociale që Po. të vi dikush? Po e kam ndihmoj? kërkuar dhe nuk më kanë ndihmuar. Nuk më kanë ndihmuar dhe e them me shumë bindje, nuk më kanë ndihmuar. Dhe një bonus qiraj që ma japish, Të del shpirti më për ta del marrë. shpirti, Po. shpirti më del. Për atë zot shpirti më del. Dhe këtë radhë ku kam shkuar në bashkia, i kam thënë të lutem më ndihmoni, bilemi në shkallët. Kaluan aty dhe i thash shife si e ngre gocën, të vi unë javë për javë ose muaj për muaj apo vit për vit të kërkoj një bonus qiraj, shife si jam. Po, të vish, shko gje, më thonë mua çeftikatën e shtëpisë edhe të ta bëjmë ku ta gje, kush ma jep mua, s'ma jep njeri. Mira, me qeraxhiun, me personin që Kam ti probleme se dhe ai ka shtëpinë e vet, normal. Ai e ngriti qiran, unë nuk kam mundësia që ai e bëri qiran 300.000. Unë Më kujtohet kur ishte në Turqi e operuar Elona për legeme. po, dhe më tha të dalësh nga shtëpia. Dalësh nga shtëpia, Vinte ti duke një qenë shi. në operacion. Po, vinte një shi, gocën e kisha shtri në krevat, unë vinja vërdat për shtëpi. Shkova në bashkit, nuk më intereson ma bëni. Shko gjy shtëpi tjetër, ku të gjinja? Në fakt ti shpeshherë thua që unë dua një shtëpi që të jetë afër spitalit. Afër spitalit, Keq për emergjencat sepse Po. vajza është gjithkohës me mundësitë e shëndetit që ajo ka, që mund të ketë nevojë për diçka, për ndërhyrje emergjente. Po. Dhe ti e ke menduar në gjithë këtë përvojë që të shëndetit saj e kërkon një shtëpi afër. Ta kem afër shtëpinë për shkak të Elonës, se Elona smuret shpesh herë. Unë jam e vetme, s'dua shtëpi të kem larg, po ta kem afër spitalit, kem afër shkollën, kem afër ambulancën e gocës, për shembull që më smuret vet. Dhe këto kërkesa nuk janë luks. Jo. Këto janë kërkesa shërbimi, këto janë kërkesa njerëzore që duhet i ketë një njeri i cili është në këtë gjendje që Janë kërkesa dhimbje që i kërkoj me shpirt këto. Se s'mund ta kem shtëpinë larg unë. Po. Alta e zë smundja, unë dridhet, smuret shpesh, mund ta çoj dhe natën, ku të shkoj natën. Prandaj e dua shtëpi ta kem afër një spitaleve, e vetme, vetëm Elonën jetoj. Po.